Jam bashkë me çiftin tem të preferuar në për intervista Naimin dhe Mihrijen. Përshëndetje. Po dhe ti e i preferuarin? Është e vërtet. A të lutëm. Mihrie? 5, 4, 3, 2, 1, po shkojmë. Tregojmë çysh jeni me shëndet, me disponim. Jena mirë, kemi qenë në pushim, familjaresht edhe me shoqni, po. Edhe mi knaq, kemi kalu shumë bukur, edhe kishim pas nevojë mu largu pak prej rutinës, të përditshmërisë, edhe të punës, edhe u kthym, vazhdojmë aty ku e kemi lënë, kemi xhiru Odeonin edhe kemi ardhur në ballon pranverore. Jemi rikëthy me shumë energji, me shumë frym, tani fushata parazgjedhore edhe shkojmë në parlament. Ama nuk e dina kon kena me votu. Herën e fundit keni. Dishka na u ka përzidh, lëmsh na u ka bu. A keni me ndru kandidatin ajo? Unë veç po menoj qysh a ka me pas zgjedhja 5 në shtator, që këtë dërtë më ka rrok. S'ka problem për qëto qëto, ama më ka rrok për tjetrin atje. Ja, unë jam i bindur që absolutisht me gjithatë politika jonë do të ulen, do të merren vesh, do të vazhdojmë, do të punojmë, e rëndësishme është që të punojmë, ta bëjmë jetën të bukur, shifeni, ç'është në Amerikë. Nuk është më ndryshe. E kemi bona, muj me bo halo gjona dhe më të bo, nuk duhet rrim të fundit në tabel të klasifikimit, jo të klasifikimit, të rënditjes, kështu që le të fitojnë më të mirë, le të votohen më të mirë, është vërtet, është shumë e rëndësishme. Për fat keq, akoma na thojmë pe propozojmë Naimin se është i joni. Ma Naimi që është i joni duhet me dhonë diçka, duhet me ditë mas pari, duhet me mujt, e duhet me bon. Kjo ka rëndësi. Po ju pes konkretisht për Albin Kurtin, a do të me qenë prapë kryeministër? Albini del partia e parë, dhe do të jetë kryeministër. Po thua? Po partia e parë, kështu është edhe kushtetuta jonë edhe besoj që do të bashkëpunojnë, do të merren vesh, besoj që nuk do të sillemi kështu shumë rigid në njëri tjetrin. Po i presidentës më ka rrok, shumë merak mu ka bo, kush president? Kush kështë dasht? Unë kisha dasht me ko Naimi president, se fort më kishku si zoja e parë e shtetit. Vërtet. A? Naima ke mendu në herë? Jo, nuk e kam mendu, kam prit që thojnë do të me bo Naimin se e krynë këtë punë. Do me thonë i kishku si presidente, si e zoja e parë. Zoja e parë, po se si presidente nuk jam e gatshme unë për presidente. Nëse i shkam shambull për estradë mi zgjedh e këshëm zgjedh presidente Mihria. Jo, unë gjithë qysh zoja e parë, se që ashtu më shkan mu. Jo, pjesa për me folë është e Naimit. Për mu duk është e jamja. Masë jemi të dukja, shumë jam kurioz me ditë Naim, a ke qenë do njëherë gjelëz për paraqitjen e Mihrijes, sidomos në vitet e 90-ta për shembull? Jo, në realitet, do t'ju them një gjë që unë besoj që ju ndodhë dhe të tjerëve. Unë kam ujtë veç me i thonë Mihrijes, jo, s'po dukesh qysh je e bukur, shko ndro, ose edhe nëse ka pas një herë njët, që 2-3 herë si kur jemi fjallos me qujt, ka qenë i kom thonë, që e ke vesh tu, pa lidhje, që shë prish njeri bukurin e vetë. A ka pas këse rastë të të ma mirë, që që desdjesë më se bashkë Pakistanë nësë që në erdhe një moment kur Naimi t'ju bu barku pak, edhe i thashe, tu ka bu barku ta këqyre tonin. Se në atë ko Mihria ka qenë këgja, kështu ndeshje, paraqitje. Po, kam ty ta bu këgja. Këgja është e vërtet. Se në rinistin pleqni, Mihria i tha ta bu. Gjana që i kumbone në një farë periude kohore, po bohen tek këto vitet e fundit. E vërtet. Po, a kështë dashme pa Mihrin edhe njëherë që ashtu si në vitet e 90-ta me qasi veshje, për shambu? Ka pa në plazh. S'po flasë për bikine, po me minifunde. Po, në me bikine s'ku dalën s'ken asë njëherë. Po, Naimi për pës, me minifund Mihrin. Tani janë 2 aktorë që nuk jetojnë më, 2 aktorë të mëdhaj, 2 profesorë. Faruk Begulli edhe Enver Petrovci ishim në zgjedhjet e një misit dhe Mihria ishte antare juris. Edhe Faruk Begulli insiston të, Mihrin këna me shpall, nuk më intereson mua, duhej me e lurëshim, ma profesor, ma se bën skandali, kemi miset kënej. Jo, Mihria gjithmonë më thët shpesh herë, apo dukem bukur, i thëmë, po ti gjithë dukesh bukur, e pse s'po ma thu? Pa, e që ta ka thonë zotin një herë dhe mirë, është kjo punë, hecim. Kam dëshirë ka njerë me më thonë që toke shumë bukur. Kam qefë me më thonë, e këto ty e din. E thomë, jo, ka njerë
Po, dhe këti ju kam mësu syta, unë kam ka njerë momente caktuara kam nevojë me më thonë që po të rinë bukur, po do kësh bukur, floku mirë, jo mirë, e kuptan? Kur kam në herë në moment pa sigurie. Për ndryshe këto janë raste tepër të ralla. A pja bëni kompliment sa që se ke bo korë. Kum dasht mu veshë ndryshe edhe se më kalon, më ka thonë që shto hajde se po do kësh shumë bukur edhe ku marrë për qeft na imit. Pas ka kry komplimentet, ha? Po, i ka kry, sot 10 që e ka. Okej, falenderoj shumë. Pason shpërblime. Cilë është përblime? Në orët e natës, pason shpërblimi. Ora 2 e natës dhe moj, Praket rrugë të dera. Thuj ma shpesh së komplimente se po ma është përblime. S'ka problem, unë i kom thonë që unë me një anartë thomë gjithë fjallët më të bukur, ato në dije që i ki çdo ditë që ashtu, atëherë do ta rris intensitetin e paraqitjeve të këtilla. Okej, falenderit shumë. Shumë suksese dhe punë të mbarë, se kur tha na imi do ta rresëm tuti. Mësë të mo, mësë të Se jo shkojnë ma një të konga. Okej, falenderit shumë. Dhe të fillove me qesh me atë fjallë. Po dhe të bëne një presja atë, mos ban presja në fjallë, në fjalli. Shumë mirë, do të arris rrugën, se me pas rrugën të vogël. Falenderit shumë për kohën. Faleminderit juve.